Trendet e migrimit ilegal janë shqetësues dhe ne duhet të ndërmarrim hapa të menjëhershëm për adresuar faktorin shtytës, tha presidenti e vendit në takimin e 8 të Këshillit për Integrim Evropiane. Ironikisht, ajo vazhdoi duke thënë: 2015 nuk duhet të jetë viti i migrimit ilegal, meqense Kosova dhe qytetarët e saj kanë vizion tjetër. Këtu duhet të ndalemi jo se nuk pajtohemi në parim me fjalët e zonës Jajaga, por është për të qesh nga mlefi tek e dëgjon këtë demagogji, thurur bukur e boshe nga brenda. Them boshe për dy arsye. Në një procese shteti, qeveria në krye është e vërtet do të donte të ndërmerte hapa të menjëhershëm, atëherë do të duhet të bëj kaq shumë presion nga opozita për të mbajtur një seancë të jashtëzakonshme pikërisht në këtë çështje. Në dy, e vërtet se Kosova dhe qytetarët e saj kanë një vizion, por siç po dëshmohet çdo ditë më shumë, ky vizion po bie ndesh me ato të qeverisë. Vizioni i qytetarëve të vendit është të jetojmë në një vend ku ndihem të sigurt, ku mund të punojmë e të jetojmë me dignitet. Do të thotë një Kosovë ku luftohet korrupsioni, ku sundon ligji dhe ku shteti është në shërbim të qytetarëve të vet. E vizioni i qeverisë është lloji o burra bini se na erdhi dita, ku shteti me politikat e veta inkuron fuqishëm migrimin. Them se qeveria inkuron këtë edhe për një arsye tjetër, që rrallë herë përmendet: të gjithë ata që po braktisin Kosovën në kërkim të një jete më të mirë janë votues të partive opozitare. Pse them këtë? Është e thjeshtë. Partia në pushtet, e cila tash sa vite ka udhëhequr me vendin, është siguruar që të akomodoj përkrasit e simpatizantë të militantët e vet në post, në kek dhe në administratë. Qofse e morëm në bazë disa analizave që janë shënime zyrtare, qofse e morëm vitin 2010, kem pas të shpërngurur nga Kosova ose që janë larguar ilegalisht, dikun janë 10.300. Po në qofse e morëm vitin 2013, është 30% janë 104%. Në qofse e morëm vitin 2014, atëherë deri në dorë kemi 23.600 që janë shifra zyrtare, po nuk dihet sa është numri atyne që nuk janë zyrtare. E si pasojë fatkeqësisht është mbyllur cikli punësimit e qeveria ka shumë të vështirë për të hapur vende pune në këtë situatë. Një vend i cili mundohet të punësoj, rahatoj, akomodoj sa më shumë njerëz përmes administratës shkon duke u varfruar. Pra, ekziston një korelacion i fuqishëm pozitiv në mes të fryrjes së vazhdueshme të administratës dhe rritjes së varfërisë në vend. Si rezultat, ekonomia e Kosovës po shkon drejt koncentrimit të pasurisë në duart e një rreti të caktuar. Shteti është partner për të vënë monopol në çdo aspekt të ekonomisë. Shpiken vende pune e pozita vetëm për të stimuluar punësimin, e në fakt është punësim fiktiv, meqense një gjë e tillë nuk e zhvillon ekonominë e vendit. Në vend se qeveria të stimulojë ekonominë familjare në vlera prej 3.000 deri në 5.000 euro, ku do të krijohen vende të reja pune, e me një investim të tillë, i cili është minimal, ai do të punësonte një familje të tërë. Pra, nuk do të ishte bare shtetit, do të stimulonte prodhimin lokal e mbi të gjitha do të rriste mirëqenien e vendit. Me grante e subvencione selektive nuk ndalet ikja e shqiptarëve nga Kosova, as nuk zhvillohet vendi. Është thjesht një formë e hajnis ose stimulimi i votuesve. Shteti duhet të mundsojë kredite vogla, familjare pa interes të tatimojë tregtarin e ta lehtësojë prodhuesin. Andaj buxheti i vendit duhet të orientohet në krijimin e kushteve për hapjen e vendeve të punës e jo në asfalt e beton, përdesa pjesa më e madhe e popullsisë lufton për mbijetesë. Besoj se të gjithë pajtohemi që para se populli të ketë rrugë të mira asfalt, së pari duhet të ketë bukë për të ushqyer. Të nderuar të pranishëm, dy partitë në pushtet kanë premtuar me qindra mira vende pune, por të mos vjedhet me të ndera, me zëvendës ministra e premtime të populiste elektorale për të përkrahur prodhuesit vendor, të mbështetin nga shteti të gjithë ata që hapin vende pune në bujqësi, në agrikulturë, përmes subvencioneve reale dhe kredive të vogla pa kamata. Atëherë vërtet mund të krijohen vende të reja pune. Nëse qeveria nuk ndërmerr hapa urgjent për hapjen e vendeve të punës, atëherë ne mund të flasim e të shkruajmë pa kufi për ikjen e njerëzve nga Kosova, përderisa vendi ynë zbrazet si në kohën e regjimit serb. Qeveria thotë se do të bëjmë çmos, të ndalëm ikjen e qytetarëve në mënyrë ilegale. Ashtu siç pretendonte ish ministri i punëve të brendshme, të ndalte migrimin me masat e dhunshme e policisë.
duke shtuar numrin e policëve, duke siguruar kufit, duke u vënë gjoba atyre që zihen, duke larguar nga vendi. Kosova jonë do të shndrohet në një shtet policor, geto, diktaturë në mes të Evropës. Askush nuk guxon të ndalë lëvizjen e lirë të shtetarëve. Shumica atyre që nisen në autobus, nisen me pasaporta, dokumente legalisht përmes Serbisë. Askush nuk guxon të kërkojë llogari për të rinjtë tanë po ikin kur shteti ka tratuar shtetarin e vet. E mbi të gjitha, nuk ka zot në këtë tokë që ka të drejtë të përbusë shtetarin e vet e të lë të tretën rrugëve të botës. Për fund, migrimi ilegal për të cilin po flasim kaq shumë, çka dallon prej atij legal, më thoni ju lutem, përderisa populli po detyrohet të lëshojë Kosovën për çështje ekzistence, ku qëndron në rëndësia dhe si po ndodh kjo ikje. Ju falenderoj për vëmendje.